tanë që para nesh u pajisin me besim dhe mos lejo në zemrat tona far urrejtje ndaj atyre që besuan. Zoti ynë, ti je i butë, mëshirues. A nuk e ke ditur se ata që u bën hipokrit u thoshin vëllezërve të vet nga idhtarët e librit që nuk kishin besuar, nëse ju dëboheni edhe ne do të dalim me ju për çështjen tuaj, ne kur nuk do t'i mbindemi askujt, t'ju luftojmë ose t'ju nënshtrojmë, e nëse luftoni prej dikujt, ne gjithçysh do t'u ndihmojmë. Allahu dëshmon se ata janë rënacak. Sikur të dëbohen ata idhtarët e librit, nuk do të dinin me ta, edhe sikur të luftoheshin, nuk do të ndihmojnë atyre, po edhe sikur të ndihmonin atyre, ata do të iknin prapa e ata do të mbesin pa ndihmën e tyre. Ju, besimtarët, në zemrat e tyre të munafikëve, jeni frikë më e fortë se Allahu, frika nga Allahu. Kjo për shkak se ata janë popull që nuk kuptojnë. Ata të gjithë së bashku nuk kanë guzim të luftojnë, vetëm kur gjenden në ndonjë vend të fortifikuar ose kur janë pas ndonjë muri. Armiqësia ndërmjet tyre është e ashpër. Mund të mendohet për ta se janë të bashkuar, e në realitet zemrat e tyre janë të përçara sepse janë njerëz që nuk logjikojnë. Si shembull e atyre jo fortmotit që përjetuan të keqen e punës së vet, edhe ata kanë një dënim të rëndë. Ata hipokritët janë shembull si djalli kur i thot njeriut, refuzo besimin, e kur ai ta ketë refuzuar, ai djalli tërhiqet e thot, unë tërhiqem prej teje, unë i frikohem Allahut, Zotit të gjithësisë. Dhe ashtu ata të dy do të përfundojnë në zjarr përgjithmonë. Ai është ndëshkim i zullumçarëve. O ju që besuat, kini e parasysh frikën ndaj Allahut dhe le të shikojë njeriu se çka ka bërë për nesër dhe kini e frikë Allahun e s'ka dyshim se Allahu është që e di në detaje atë që punoni. E mos u boni si ata që harruan Allahun e Allahu bëri që ata të harrojnë vetveten, të tillët janë ata të prishurit. Nuk janë të barabartë ata të xhenetit dhe ata të xhehenemit. Banuesit e xhenetit janë ata fatbart që ja kanë arritur qëllimit. Sikur ne ta zbritnim këtë Kur'an mbi ndonjë kodër, do ta shihje atë të strukur e të çarë prej frikës nga Allahu. Këta janë shembuj që ua shkoqisim njerëzve që ata të mendojnë. Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër, vetëm ai që e di të fshehtën dhe të dukshmen, ai është mëshiruesi, mëshirbërësi. Ai është Allahu që nuk ka zot tjetër përveç tij, sunduesi i përgjithshëm, i pastër prej tëmetave që e mvishen, shpëtimtar që shpëton njerëzit prej ndëshkimit të padrejtë, sigurues që siguroi njerëzit me premtimin e vet dhe pejgamberët me mrekulli, mbikëqyrës që mbikëqyr dhe përcjell çdo send, i plot fuqishëm, bizotrues, i madhërisëm. I lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë. Ai është Allahu krijuesi, shpikësi, formësuesi. Të tij janë emrat më të bukur. Atë Allahun e madhëron çka ka në qiej e në tokë dhe ai është ngallënyesi i urti. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. O ju që besuat, nëse keni dal prej vendindjes për hir të luftës për rrugën time, duke kërkuar kënaqësinë time ndaj jush, mos e zini mik armikun tim dhe armikun tuaj, duke shprehuar ndaj tyre dashuri, kur dihet se ata mohuan të vërtetën që u erdhi juve. Ata e dëbojnë të dërguarin dhe ju, sepse i besoni Allahut, Zotit tuaj, e ju fshehuraz u ofroni miqësi, po unë më së miri e di atë që e keni fshehur dhe atë që e keni publikuar. Ai që punon ashtu nga pala juaj, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Nëse ata ja dalin t'ju mundin, ata do të jenë armiqtë tuaj, do të zgjasin duart e veta dhe gjuhët e veta kundër jush, duke ju përbuzur sepse ata dëshironin të mos besonit. Në ditën e Kiametit, Allahu gjykon mes jush, e nuk do t'ju bëjnë dobi as të afërmit tuaj e as fëmijët tuaj. Allahu sheh atë që punoni. Ju e keni shembullin më të mirë te Ibrahimi dhe te ata që ishin me të, kur i than popullit të vet: ne tërhiqemi prej jush dhe prej asaj që adhuroni, posa Allahut, nuk besojnë tuajën, prandaj ndërmjet nesh e jush është e hapët armësia e urrejtja derisa ta besoni vetëm Allahun një. Nuk e kemi shembull, me përjashtim të fjalës së Ibrahimit thënë babait të vet: unë do të kërkoj falje për ty, po unë nuk kam në dorë asgjë për ty te Allahu. Zoti ynë, vetëm ty të jemi mbështetur, vetëm nga ti jemi të kthyer dhe vetëm te ti është e ardhmja. Zoti ynë, mos na bën sprovë në duart të atyre që nuk besuan dhe falna, Zoti ynë, ti je ngallënyesi i urti. Vërtet, për atë që ka shpresë në Allahun dhe në ditën e gjykimit, ju keni mostër të mirë te Ibrahimi dhe besimtarët,
e kush i bie prapa, le ta di se Allahu është ai i panevojshmi, vetvetiu i lavdëruari. Pritet që Allahu të verë miqësi ndërmjet jush dhe atyre që kishet armiqësi. Allahu është i fuqishëm, Allahu fal mëkatet, është mëshirues. Allahu nuk ju ndalon të bëni mirë dhe të mbani drejtësi me ata që nuk ju luftuan për shkak të fesë, e as nuk ju dëbuan për shtëpive tuaja. Allahu i do ata që mbajnë drejtësinë. Allahu ju ndalon t'u afroni vetëm atyre që ju luftuan për shkak të fesë, që ju nxorën për shtëpive tuaja dhe që ndihmuan dëbimin tuaj. Ju ndalon të miqësoni me ta. Kush miqësohet me ta, të tillët janë dëmtues të vetvetes. O ju që besuat, kur t'ju vinë besimtarët e shpërngulura prej Mekës, provoni besnikërinë e tyre, ndonë se Allahu di më së miri për besimin e tyre. Nëse vërtetoni se ato janë besimtare, atëherë mos i ktheni ato te jo besimtarët, pse as ato nuk janë të lejuara për ta, e as ata nuk janë të lejuar për to, e ju jepnu atyre jo besimtarëve atë që kanë shpenzuar për to në emër të kurorëzimit. Ju nuk keni pengesë të martoni me to, pasi t'ua jepni vlerën e kurorës. Mos i mbani në kuror i dhujtarët, por kërkoni prej i dhujtarëve Mekas atë që keni shpenzuar për to, dhe ata le të kërkojnë prej jush besimtar atë që kanë shpenzuar. Kto janë dispozitat e Allahut me të cilat ai gjykon ndërmjet jush. Allahu është më i dishmi, më i informuari. Në qoftë se u humbët diçka nga shpenzimi i ndonjë gruaje tuaj që ikën te i dhujtarët, e juve u vjen rasti të luftoni dhe të merrni prej të luftës, atëherë atyre që u kanë shkuar gratë, jepnu atë sa kanë shpenzuar, e kini e frikë Allahun të cilin ju e besoni. O pejgamber, kur të vinë besimtarët që të japin besën se nuk do të shoqërojnë asnjë send Allahut, se nuk do të vjedhin, se nuk do të bëjnë kurvëri, se nuk do të mbysin fëmijët e tyre, se nuk do të gënjejnë me ndonjë shpifje për fëmijën e huaj që kanë marrë, se është i tyre, dhe se nuk do të kundërshtojnë në atë që u urdhëron, atëherë prano zotimin e tyre dhe lutë Allahun t'i fal ato, se Allahu është mëkatfalës dhe mëshirues. O ju që keni besuar, mos u miqësoni me një popull që Allahu ka shprehur hidhërim kundër tij, popull që ka humbur shpresën ndaj botës së ardhshme, ashtu si nuk kanë shpresë jo besimtarët prej të vdekurve që do të ngjallen në këtë botë ose në ringjallje në botën tjetër. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e madhëroj çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, e ai është mbizotëruesi i urti. O ju që besuat, pse po e thoni atë që nuk e punoni? Te Allahu është shumë e urrejtur ta thoni atë që nuk e punoni. Allahu i do ata që luftojnë në rrugën e tij, të rreshtuar si të jetë ndërtesë fortifikuar. Dhe rikujto kur Musa i popullit të vet i tha: O popull imi, pse më shqetësoni kur e dini se me të vërtet unë jam i dërguar i Allahut te ju, e kur ata u shmangën nga e vërteta, Allahu i largoi zemrat e tyre, pse Allahu nuk e vënë në rrugë të drejtë popullin e prishur. Dhe kur Isai, biri i Merjemës tha: O beni Israil, unë jam i dërguar i Allahut te ju, jam vërtetues i Tevratit që ishte para meje dhe jam përgëzues për një të dërguar që do të vi pas meje.